Autoritetet në Maqedoni kanë paralajmëruar denoncime për personat përgjegjës lidhur me dhunën në parlamentin e vendit para 2 ditësh, ndërkohë që edhe opozita do të ngrej padi kundër urdhëruesve të përdorimit të forcës, që përpasoi la të paktën 3 deputet opozitar të lënduar. Opozita maqedonase po bojkoton punimet e parlamentit dhe po organizon protesta në për të gjitha qytetet kryesore të Maqedonisë. Isak Ramadani njofton nga Shkupi. Dhuna e përdorur në parlamentin e Maqedonisë gjatë seancës së të hënës duket se po lë pasoja politike përveç imazhit të keq për vendin. Opozita maqedonase udhëhequr nga Lidhja Social-Demokrate po organizon protesta dhe blokada të udhkryqjeve më të frekuentuara në qytetet kryesore të Maqedonisë. Ndërkohë, opozitës maqedonase në bojkotin e punimeve të parlamentit do t'i bashkohet edhe Partia Shqiptare e Rilindja Demokratike Kombëtare me 2 deputet të saj. Ministria e Punëve të Brendshme ka paralajmëruar se do të ngrej padi penale kundër personave përgjegjës pasi t'i ketë analizuar videoregjistrimet. Por edhe Lidhja Social-Demokrate ka njoftuar se do të denoncojë të gjithë funksionarët shtetëror të implikuar në incidentet në parlament që opozita e quan një puç partjak dhe policor. Opozita mendon se kryetari i parlamentit e ka shkelur kushtetutën duke shpërfillur procedurat ligjore si kundër ka vepruar dhe Ministria e Brendshme duke urdhëruar përdorimin e dhunës në parlament. Kryetari i parlamentit, Trajko Veljanovski, ka shprehur keqardhje ndërkaq për atë që ndodhi të hënën. Në një komunikat nga zyra e tij thuhet se ai ka qenë i sulmuar fizikisht dhe shërbimet e sigurimit kanë qenë të detyruar të ndërmarrin masat e nevojshme, ndërsa i vjen keq për dëbimin me forcë të gazetarëve dhe pjesëtarëve të medias nga galeria e cila është pjesë e sallës ku mbahen seancat. Ndërkohë, Rilindja Demokratike Kombëtare vlerëson se miratimi i buxhetit përmes shkeljes së procedurave ligjore paraqet precedencë dhe çon drejt një anarkie politike dhe për sa kohë që nuk ndërmerren masa për kapërcimin e kësaj gjendjeje, partia nuk do të marrë pjesë në punimet e parlamentit. Partitë opozitare pas kësaj që ndodhin në parlament nuk do të habiteshin nëse partia VMRO-DPMNE e kryeministrit Nikola Gruevski do të zbatonte mekanizmat e njëjtë për miratimin edhe të ligjit për ish pjesëtarët e forcave maqedonase të konfliktit të vitit 2001. Komuniteti ndërkombëtar po i vëzhgon me vëmendje zhvillimet në Maqedoni, ndërkohë që bën thirrje për qetësi dhe për shmangjen e konfrontimeve nga politikanët dhe për krahasit e tyre. Ka reaguar dhe shoqëria civile duke i dënuar veprimet e pushtetit që nxitën dhunë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.